Prej 3 javësh ju kemi treguar historinë e Leonardit dhe Giovanës. Një histori familjare, zënkash, një histori sistemi. E kemi treguar me fakte, me dëshmi dhe me durim, sepse kjo është puna jo. Ne piranjat kemi qëndruar pranë grave të dhunuara, vajzave të përndjekura, fëmijëve të abuzuar, dhe do ta bëjmë gjithmonë, sepse një shoqëri patriarkale, gruaja mbetet shpesh hallka më e brisht e një zinxhiri dhune që nuk njeh fund. Dhe mbështetja më të dobtit, në kërkim të së vërtetës, ka qenë dhe është misioni ynë. Misioni i parë, i fundit dhe gjithçka në mes. Por ky rast ishte ndryshe. Viktima ishte e sistemit. Dhe brenda këtij sistemi, i shkatruar, i burgosur, i fajsuar, pa faj, ndodhej një njeri që rastisht ishte burr. Sistemi ndërtuar për të mbrojtur këtë herë keq funksionoi. Dhe ne nuk mund t'ia kthenim shpinën. Jo sepse nuk na dhimbset gruaja, por sepse na dhimbset e vërteta. Dhe sepse pas atij burri ishin fëmijë që po humbisnin një baba. Reagimet e gjyqtarëve pas ekranit të rrjeteve sociale nuk vënuan. Maskilist, po mbroni dhunuesi, pseudofeminist, persona të keq informuar, apo deri dhe në dashakeq, u turrën me vrap duke sulmuar investigimin tonë. Por nuk ju kërkoi kush që të doni Leonardin. Ne kërkuam vetëm të shihnin faktet, sepse ne zgjedhim gjithmonë të njëjtin krah, anën e fakteve, pa paragjykim. Dhe të jesh burr nuk do të thotë automatikisht që je fajtor. Të jesh burr nuk do të thotë që nuk ke drejta. Të jesh burr nuk do të thotë që të pushkatohesh pa gjyq. Të jesh baba nuk do të thotë që dashuria jote për fëmijët dhe fëmijëve për ty vlen më pak. Aq më pak kur ajo drejtësi, jo vetëm në këtë rast, por edhe në shumë raste të tjera, përpiqet të vi nga një pjesë e juaja që në rrjetet sociale jeni vetë shpallur gjyqtarët e jetës së të tjerëve, pa i njohur, pa e ditur dhe pa dashur të shihni asnjë provë dhe asnjë fakt. Ju nuk bëni dot qenie më të kulluara duke hedhur balt mbi të tjerët. Prandaj ne nuk jemi tërhequr, edhe kur presioni na vjen nga të gjitha anët, sepse të tërhiqeshim do të thotë të pranojmë që e vërteta varet nga kush bën më shumë presion. Duke nxjerr faktet, kemi çuar misionin ton në vend. E besojmë me ndërgjegje të pastër. Dhe nuk do të jetë as i fundit, sepse vërteta nuk zgjedh krah. Dhe drejtësia nuk ka gjini.